Nëse jenë vështirësi nga përdorimi i mallit, nëse përdorimit ka dëmtuar shëndetin, familjen, biznesin dhe dëshiron të ndryshosh këtë gjendje, janë dy rrugë. Është rruga e shkurtër dhe rruga e gjatë. Rruga e shkurtër është ajo që di, që ke përdorur kaq kohë, sa herë që je i lodhur nga ana fizike, emocionale, mendore, gjen mbështetje dhe gjen qetësi duke përdorur. Ajo është rruga e shkurtër dhe të krijon më shumë dëme. Sa më shumë vazhdosh, aq më shumë do dëmtohesh. Është rruga tjetër që është rruga e gjatë. Unë e quaj rruga e gjatë sepse është një rrugtim që mund të bëjmë bashkë me trajnimin në momenti, ku do shkosh dhe do kuptosh të gjitha situatat që të shtynin më shumë për të përdorur mall. Derisa të fillosh të kujdesesh për veten, të fillosh të vësh veten tënde në vend të parë. Vetëm kështu mund të përmirësosh jetën tënde, vetëm duke i vënë rëndësi të gjitha gjërave që janë më të rëndësishme për ty sot, pa u dëmtuar, pa u helmuar, pa u ankuar, pa lënë fajin asnjë njeriu tjetër. Thjesht marrim përgjegjësitë tona, të fillojmë të kujdesemi për veten, të vëmë veten tonë në vend të parë. Kjo është rruga e gjatë që unë e quaj, por është rruga më e bukur sepse ka dhe një peizazh më të bukur, sepse shikon jetën tënde, njerëzit e dashur, shikon shumë gjëra, ndalon dhe reflekton. Gjë që rruga e shkurtër, përdorimi i mallit, të heq gjitha mundësitë për të parë shumë gjëra të bukura në jetë. Reflekto dhe mendo se cila është rruga që dëshiron të ndjekësh tani. Rri i pastër dhe kujdesu për veten.